Për Vizion Plus, Zoti Thaçi thotë se nuk ka ndërmend të tërhiqet nga posti, pavarësisht se formacioni që drejton ka dalë humbës në 3 përballet e fundit elektorale. Po gjesha një njeri që do ta merrte këtë pozitë kaq trante dhe të vështirë të jesh lider i opozitës shqiptare në një shtet që tërësisht vepron kundër shqiptarëve. Kjo është një pozitë shumë e rëndë, po njerëzit një pjesë nuk e kuptojnë. Sigurisht se nuk e kanë ndërmend të tërhiqen për kësaj betejë kombëtare, jo politike. Kam mirë kuptim për ata që thuan se ti ke humbur zgjedhjet dhe duhet të tërhiqesh. Kjo është e vërtetë. Mirë po, katërcifrisht u vërtetu se unë jam lideri pa kontestueshëm i opozitës shqiptare. Kreu i PD-s shton se do të provojë bashkimin e gjithë spektrit opozitar në betejën e radhës politike. Gjithë sedrat që mund t'i kem, do t'i udhëj. Maksimumin do të bëj që të bashkohet ky front opozitar. Zgjedhjet janë edhe për t'i lexuar. Jo matematikisht, po për t'i lexuar është një zë i popullit i cili duhet edhe të ndëgjohet. Kishim qenë të gjithë bashkë do kishim fituar zgjedhjet. Duke komentuar progres raportin e fundit për Maqedoninë, Zoti Thaçi pohon se ndërkombëtarët janë treguar të kursyer në kritika për të shmangur shpërbërjen e shtetit multietnik. Ai thotë se pasojë e debatit për çështjen e emrit me Greqinë i vuajnë vetëm shqiptarët. Unioni Evropian ka një frikë të realt. Se nëse goditet qeveria e Maqedonisë fort, me fjalë të forta, këtu rrezikohet shteti. Çështja e emrit paraqitet si problem me Greqinë. Dhe më pastaj politika nacionaliste e brendshme maqedone kinse i përgjigjet politikës greke. Po grekëve s'u kushton nacionalizmi maqedonas asgjë. Është një efekt virtual. Shqiptarëve që jetojnë këtu u kushton ky nacionalizëm, se ky është i drejtë për drejtë. Prej keq përdorimit të parave të buxhetit të shtetit që investohen në shkupin 2014 dhe janë 100 miliona euro, që janë edhe paratë e mia. Ndërkohë kryetari i PD-s u prit këtë të martë nga presidenti Bamir Topi, ku siç njofton zyra e shtypit, në qendër të bisedës ishin çështjen e interesit të dy vendeve, por dhe shqiptarët si faktor stabiliteti në rajon.